treguar nga të zhdukur, duke shpresuar që tifozët dhe gazetarët që vinin për vizitë do t'i shihnin kërkesat e tyre. Meksika ka më shumë se 130.000 njerëz të regjistruar zyrtarisht si të zhdukur sipas të vendave qeveritare. And just remember, it's football, not soccer. Pritjes deri në fund e botrorit 2026 nglet mbrëmjen e sotme si parin e turneut më të madh dhe më të kushtuar. Dhe ngjarjet jashtë futbollit, që ka shoqëruar vigjiljen e finaleve të Kupës së Botës. Pastaj protagonistët Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé dhe Yamal, Donald Trump e Gianni Infantino, një mishel shpërthyese që dikur do ta quante si ngjarjen më të madhe pas Big Bang. Për herë të parë në histori, 48 skuadra do të luajnë finalet e Kupës së Botës, do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksik dhe Kanada. Sikur më parë, në fuqi në këtë turne. Ceremonia e hapjes do të zhvillohet në stadiumin legjendar Azteca të Mexico Cityt, duke nisur nga ora 19:30. FIFA ka premtuar një show të vërtet me disa prej këngëtarëve më të famshëm në botë, ndërsa Shakira do të këndojë këngën zyrtare Dai Dai, e cila që tani ka vendosur rekorde. Në pjesën e stadiumit